Fillimisht në një tenxhere, vazhdojmë dhe shtojmë 5 lugë gjille me sheqer. Vazhdojmë tani dhe vendosim në zjarr mesatar dhe prisim derisa sheqeri dal nga dal të na karamelizohet. Mos e përzijeni fare me lugë sheqerin derisa t'ju shkrihet tërësisht. Tani në këtë moment që ngjyra është bërë e bukur, vazhdojmë që t'i shtojmë brenda përbërësit e tjerë. Vazhdojmë me njëherë që shtojmë një lugë gjelle me gjalp. Përzijemi mirë, derisa gjalpi të shkrihet tërësisht të karameli. Me njëherë vazhdojmë shtojmë 100 ml krem pana për ëmbëlsira dhe përzijemi edhe pak derisa na bëhet një krem karamel i mirë. Tani për recetën e kësaj ëmbëlsire, pasi në sezon e kemi pjeshkën, unë do të përdor pjeshkë, por mund të përdorni cilin do frut që keni në sezon, mund të përdorni mollën, mund të përdorni ananasin, gjithçka tjetër. Vazhdojmë tani që pjeshkat t'i prejmë në copësa më të vogla. Do të vazhdojmë që pjeshkat t'i prejmë në fileta holla në këtë mënyrë. Tani pjeshkat cilat i përgatitëm, do t'i rendisim të krem karameli. Pra po përgatisim një ëmbëlsirë, pra t'i themi amerikane, sepse atje përgatitet shumë shpesh dhe njihet me emrin upside down cake, pra tort e përmbysur ose e lakuar nga ana tjetër. I rendisim gjitha pjeshkët. Për brumin e kësaj ëmbëlsire, kemi nevojë për gjalp të shkrirë. Në total, do të na duhet 120 gram gjalp i shkrirë. E shtojmë njën më të madhe. Si për gjalpit, shtojmë 7 lugë gjelle me sheqer. E përzijmë mirë. Përzierjen tani do ta bëjmë vetëm me dorë, nuk do ta përdorim fare mikserin, kështu bëhet kjo ëmbëlsirë. Përzijmë njëherë derisa sheqeri pak të tretet dhe të shkrihet tek gjalpi. Vazhdojmë dhe i shtojmë vezët. Në total do të përdorim 4 vezë të plota, por ju lutem siguroni që vezët i keni në ambient dhume. Asnjëherë mos i përdorni direkt nga frigoriferi. Përsëri përzijmë mirë. Vazhdojmë e shtojmë qumshtin dhe masa e qumshtit është 200 ml. Pas çdo përbërësi që do të shtoni tek brumi, duhet që ta përzijeni mirë. Vazhdojmë e shtojmë miellin. Miell do të shtojmë 10 lugë gjelle të plota. Një pako pluhur për pjekurina, vanilë sheqer për aromë më të mirë. Përzijmë edhe një herë të fundit, do ta kontrollojmë se a kemi mjaftueshëm të trash brumin. Nëse ka nevojë, do të shtojmë edhe 1 deri në 2 lugë gjelle plus me miell, por një herë do ta përzijmë mirë. Do të shtoj edhe 1 lugë gjelle tjetër me miell dhe në total shtova 11 lugë gjelle miell, sepse po më duket pak i holl brumi. Kjo ndodh shkaku i masisë së vezës. Ndonjëherë kur janë vezët më të mëdha, ndryshon sasia e miellit në ëmbëlsira, prandaj gjithmonë bëni kujdes. Dhe kjo është densija e brumit që po e kërkojmë për këtë ëmbëlsirë. Në brumin që e kemi përgatit, vazhdojmë e shtojmë sipër krem karamelit. Vazhdojmë tani që ta pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, diku prafërsisht 25 deri në 30 minuta. Dhe pas diku 25 deri në 30 minutave në furrë,
Keku është pjekur, ka marrë një ngjyrë të artë sipër. Do të presim që të ftofet vetëm 5 minuta dhe do të rrotullojmë nga ana e kundërt. Pasi e kemi rrotulluar, keku duket kështu. Është një mrekulli në vete, një super ëmbëlsirë, të jetë e lehtë për ta përgatitur, e bukur për syrin, por edhe e shijshme. Dhe të dashur miq, keku është gati. Është aq i butë dhe i shijshëm, ju sugjeroj që ta provoni dhe ta shijoni bashkë me familjarët e juaj. Deri në videot e citat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.